Natën që ka ndru jetë, unë kam qenë edhe atje, po më nejnë të shtëpia. Ka qenë ditë e ftoftë dikun me minus nashta 20 gradë, nashta 18 gradë. Kemi prit gjatë, ka qenë të lëvije madhe. U konë dimën ftoftë, në qatë ftoftë kam prit gjinja kretë. Kjo rrugë ishte mbushur me qytetar pas ditën e 21 janarit të vitit 2006. Qytetar të pikëlluar nga të gjitha viset e Kosovës ju drejtuan rezidencës së familjes Rugova për të shprehur ngushëllime me rastin e vdekjes së presidentit historik Ibrahim Rugova. Të ma dy peqe, 3 orë jam të i prit në rënë, se kam rritu kryetari. Kam rritu edhe ma shumë, jo më prit 3 orë për të në rënë, aty më kam rritu ma shumë a najtë për ta. Kemi ardhë prej PS, jemi të prit që një 3 orë, për me atë ndarimit e fundit kryetarit orë të ndëruar, dhe besoj që do të rrim deri në mëngjes nëse është nevoja veç të kry ata manet dhe kryetarit tonë të dashur. Midis këtyre njerëzve ishte edhe Ibrahim Abazi, që kishte mësyer me njëherë rezidencën në Velani. As që i kishte lënë përshtypje e carit që bizotronte ato ditë. Natën që ka ndru jetë, unë kam qenë edhe atje, po më nejnë të shtëpia, familje tina. Tash presin për çështje të interesave jashtë shpirtërore, presin njerëzia shumë ma shumë, për me hinë për dollovere, jo që atëherë veç na e kishim një pjesë të shpirtit të dhimbër për ta. Adet nuk e harron as Abdul Kuleta, që kishte ardhur nga fshati Tërnavi Podujevës për kryeshëndoshtë të familja Rugova. Shumë njerëz, ka kaluar kohë gjatë, veç ka qenë shumë ftoftë. Kemi prit gjatë, ka qenë të lëvije madhe. Rugova vdiq pak para mesditës së 21 janarit, pasi ishte diagnostifikuar me kancer në mushkëri. 2 ditë më vonë, trupi i tij ishte vendosur me arkivol në hollën e kuvendit, ku për 3 ditë ishte vizituar nga qindra mijë qytetar, në kolona pritjeje disa kilometrëshe në qendër të Prishtinës. Këtë populli në konë qëtu, tonë jë ndalë e kam përsjellë. Nuk më kujtojë tash me orë, po u konë dimën ftoftë, në qatë ftoftë kam prit gjinja kretë. E shumë më masovik ishte varrimi organizuar me 26 janar. Aty kishte marrë pjesë edhe Aziz Bajrami, i cili kujton se atë ditë radhët ishin të gjata dhe qytetarët prisnin deri në 7 orë në temperatura të ulta për t'i dhënë lantumirën e fundit liderit të shtetit dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka qenë ditë e ftoftë dikun me minus nashta 20 gradë, nashta 18 gradë, ka qenë shumë ftoftë, por ka qenë një varrim madhështor. Për ta nderuar veprën e Rugovës, Kosova pati mbajtur 15 ditë zije.